10 rastet e çuditshme kur shkencëtarët u përpoqën të flisnin me kafshët. A ke dëshiruar ndonjëherë të mund të flisje me kafshën tënde? Nuk je i vetëm. Gjatë viteve, shkencëtarët kanë shkuar në ekstreme të papritura për të komunikuar me kafshët, nga papagallët dhe dera, te balenat e madje edhe te kangurët. Dhe, beso ose jo, në shumë raste ja kanë dalë. Le të zbulojmë 10 momentet më të jashtëzakonshme kur njerëzit u përpoqën të flisnin me kafshët, dhe ndonjëherë kafshët janë përgjigjur. Papagalli Alex, më i zgjuar nga çmendonim. Për 30 vite me radhë, Dr. Irene Peterberg punoi me një papagall gri të quajtur Alex, dhe ai ndryshoi plotësisht mënyrën si e shihnim inteligjencën e zogjve. Alex dinte të dallonte ngjyra, objekte, materiale dhe madje numëronte deri në 6. Ai nuk imitonte thjesht fjalë, por i kuptonte ato. Dhe dëgjoj këtu, një ditë, duke parë vetëm në pasqyrë, pyeti: "Çfarë ngjyre?" Kur vdiq papritur në vitin 2007, fjalët e fundit për Dr. Peterbergun ishin: "Ti bëu mirë, shihemi nesër të dua." Nëse i mbyllin syt ngadalë, macja mund të buzëqesh. Dëshiron të krijosh një lidhje më të ngushtë me macën tënde, provo t'i mbyllësh syt ngadalë. Studiues në Angli zbuluan se macet reagojnë pozitivisht ndaj njerëzve që bëjnë një shikim të ngadalt. Është si një buzëqeshje në botën e maceve. Edhe me të huajt, macet shpesh i kthenin gestin dhe madje afroheshin vetë. Një komunikim i thjesht pa fjalë, por me efekt. Kuajt në Norvegji flasin me simbole. Në Norvegji, shkencëtarët trajnuan kuaj për të komunikuar duke përdorur simbole. Nëse donin që batania t'u hiqej apo t'u vijej, ato preknin simbolet përkatëse në turin. Një simbol do të thotë hiqe, tjetri vere përsëri. Jo keq për një tuf kuajsh apo jo. Qentë që komunikojnë me pajisje inteligjente. Në Universitetin e Karolinës së Veriut, studiuesit krijuan një lek inteligjent për qentë. Ai përdor sensor, kamera dhe motor që vibrojnë për të përmirësuar komunikimin mes qenit dhe njerëzit, përpos për misione shpëtimi ose për të kuptuar gjendjen e qenit tënd pa pasur nevojë të flasësh. Populli Jo dhe zogjtë e mjaltit, një partneritet natyror. Në Mozambik, populli Jo dhe një specie zogjë të quajtur Honeiguides kanë bashkëpunuar prej shekujsh. Zogjti udhëheqin njerëzit drejt kosherave të fshehura të bleteve, dhe në këmbim hanë dyllin dhe mjaltin që mbetet. Askush nuk i ka trajnuar. Kjo është një marrëveshje natyrore e trashëguar brez pas brezi. Kangurët kërkojnë ndihmë nga njerëzit. Në një eksperiment, kangurët u vendosën përballë detyrash të pamundura, si për shembull, të marrin ushqim nga një kuti e mbyllur fort. Kur nuk ja dilnin, ato shkonin tek njerëzit, i shikonin, i nuhasnin dhe i shtynin lehtë me putra, ashtu siç bëjnë qentë. Me sa duket, kangurët janë më të zgjuar dhe më social nga çmendonim. Derat shtëpiak kuptojnë njeriu. Shkencëtarët hungarez krahasuan qenushët dhe derat e vegjël për të parë se si reagojnë ndaj njerëzve. Qentë ndiqnin me sukses gjestet e të rriturve për të gjetur ushqimin. Derat jo aq. Megjithatë, derat ndërvepronin mirë dhe mund të mësonin të përdornin ekrane me prekje e madje edhe leva loje me feçkë. Pra, mos e nënvlerësoni derin. Koko, gorilla që fliste me gjuhën e shenjave. Koko, gorilla e famshme, dinte mbi 1000 shenja dhe kuptonte anglishten e folur. Ajo përdorte gjuhën për të shprehur ndjenja, humor dhe madje edhe për të fyer një gazetar. Komunikimi i saj tregoi thellësinë emocionale dhe inteligjencën e primitivëve. Vdiq në vitin 2018, por trashëgimia e saj frymëzon studiuesit ende sot. Delfinet me LSD. Po kjo ndodhi. Në vitet 60 shkencëtarët i dhanë LSD delfinëve, duke shpresuar se do të ndihmonte të flisnin si njerëzit. Nuk funksionoi, por delfinet u bën 70% më të zëshëm. Le të themi, shkenca ka provuar edhe gjëra shumë të çuditshme. Inteligjenca artificiale flet me një balenë. Në vitin 2024, shkencëtarët përpos inteligjencës artificiale për të komunikuar me një balenë të quajtur Twin, ata luajtën tingu i balene me artopolant në New York, dhe Twin u përgjigj. Komunikimi zgjati 20 minuta. Tani studiuesit po përpiqen të deshifrojnë përgjigjen e saj përmes teknologjisë. Dhe nëse mund të flasin me balenat, ndoshta një ditë do flasim edhe me alienët.